Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Mirë, ndërsa jemi në pritje të 14 marsit, Kolo, kemi lënë pas 15 marsin. shpatullave, jo. Kemi lënë 8 marsin dhe unë kisha vetëm një gjë të vogël fare për të thënë. Për 8 mars. Sepse po, mes shumë zërash që uruan gratë në këtë ditë ndërkombëtare, vinte i honte edhe një zë i mbytur nga ngjante si nga burgu ngjante. Vërtet, po. Ose është, më fal. I sigurt që s'është burgu dhe mund të ishte edhe shpella Dragobis, se ka lënë Mitsokolin ja 200 vjet atje. Jo, nuk është nga ata, nuk ishte nga ata zëra. Nuk ishte nga ata zëra. Thash mase ka filluar gjemon. Ishte një zë që thoshte aman, amanet, gratë dhe vajzat e Tiranës të udhëton. Mos i rrifni se siç ndodh këtu në burg që kanë dorë. Të bëjnë xhiro me autobus gjithë ditën pa abone dhe pa bilet. Bëjnë çat don ti nga kombinati në abonen që kanë bërë për gjithë muajin, le ta harrojnë në shtëpi. Le të dalin ti hypin unazës. Le të dalin pa portofol se do i gjejnë diku 100 euro. Do të jap dikush. Edhe thash sa zemër gjër. Edhe aty ku është, prap mendon për gratë dhe vajzat. Për gratë e botos. Megjithse po të më kishte pyetur mua, unë do kisha vlerësuar shumë një komplet lingerie seksi. Jo, po të kishte pyetur mua, do kisha thënë anashton ne grave. A ne bën ne grave rrogat të njëjta me të burrave. Ja, pse ku jeti këtu? Pa thash. Jo, unë në shpellë isha. Këta janë mendimet brenda shpellës së Dragobis deri. Ai qartë. Por më pëlqeu shumë që nuk ngel njeri çfarë do të feste me 7 me 8 pa rënë në sy. Pra pa zënë një çik vend në përlajme. Ndërkohë që gjë që ndodh në Shqipëri, sipas një pas qendrës? Po, jo. Brenda në qendër. Brenda. Kam dëgjuar që edhe brenda në shpellën e si që Lumbasit. Në shpellën e 313-s. E pëllumbave. Shqiptarët kanë konsumin më të lartë të kokainës në Europë. Po. Këtu ka nevojë për tash DJ. Po, okay, do të ndish pak, të lutem. Jo, mbase do që t'i jap edhe ca të dhëna të tjera. Mirë, Kedo si ndoshta është akoma i virgjin në aspektin e drograve. Por në Shqipëri Kedo. Po? Kaq. Kaq ishte mirë. Në Shqipëri pihen shumë drogë. Pijem themi ne pleq. As konsumohen. Po si thon? Bëhet. Për thithën, nuk e di se. Lena kemi arritur në pikën që unë nuk guxoj të fshij hundët në publik se më marrin të gjithë për përdorues kokaine. Jo, Koloti, you wish, siç thon anglezët ose amerikanët. Kujtoj se thoshin kinezët, se ata kanë atë wishin e famshëm. Mosha që konsumon më shumë ti këto lloj drogrash nuk i afrohet fare tëndes, kështu që mund t'i frysh, aty shfrysh hundët rehat ku të duash. Po mosha ime, mosha dhe profesioni. Se kokaina dikur ishte e shkrimtarëve, tani është e lavazhierëve. Por nuk ka lavazhier në Tiranë që mos i fusi një kështu një të thithur. Shiko, Kolo, kjo pasohet nga një tjetër lajm i mirë që ka gjithmonë lidhje me substancat. Harrova të thosha që ky lajm për kokainën mirë është të dëgjohet kur të keni pirë pak ekstazi, si puna teknos. Vazhdoni. Ose mund ta shoqëroni me birra, kafe apo naftë, sepse sipas një tjetër lajmi janë këto mallra të akcizës që kanë pësuar një rritje të pazakontë importit në janar. Pra, së bashku me përdoruesit e kokainës janë shtuar me sa duket edhe përdoruesit e birrës, naftës edhe të kafes. Dhe na jemi detyruar Kolo që ti importojmë në sasi më të mëdha. Dhe më habit fakti që të treja këto nuk parashkojnë me njëra tjetrën, pra kur konsumon kafe nuk e duke konsumuar benzinën. Imagjino ç'bëhet këtu domethënë. Sepse mund ta imagjinoj që ti konsumon dhe benzinë dhe birrë në të njëjtën kohë. Nese, rëndësi ka që po tentojmë të kalojmë vetveten. Çfarë po ndodh në këtë vend? Dhe është e gjitha efekti trafikut Berina. Pra ti rri më shumë në kafe se nuk të bën zemra të dalësh të kapësh makinën dhe të shkosh në shtëpi. E qartë. Ti rri në klubnate sepse nuk ta bën zemra të kthehesh në shtëpi për arsye të tjera. Dhe ti rri në trafik sepse thjesht sepse rri në trafik. Ama ka lajme të mira në këtë panoram.
jemi në pritje të hapjes së aeroportit. Mos po djegim gjithë lajmet e mira tani gabimisht. Sa unë kam një lajm shumë të mirë për ndotjen akustike, që kemi thyer të gjitha rekordet. Po vazhdo ti me këtë tëndem. Jemi në pritje të hapjes së aeroportit të Vlorës, Kolo. Edhe bravo, po, faleminderit. Po nuk jam unë që e hap. Derisa të hapet aeroporti, janë hapur aplikimet për 100 vende pune. Tani nuk e di. Si gjuetar, sepse që të hapësh aeroporti fillimisht duhet vrasësh ku diun gjithë zogj që janë vërtet dhe siç thuhet mund të hedhin edhe avionët në erë. Sepse ne kemi zogj sabotator Blerina. Pra, qeveria ndërton aeroport, zogj që kanë 10.000 vjet që kalojnë aty, shkojnë dhe të prishin linjat ajrore. Të gjejnë një rrugë tjetër, të mësojnë notin, nuk e di. Po nuk e din ata me kë kanë të bëjnë. Se ky pothuajse fitoi luftën në Ukrainë. Ti mendon që nuk do të fitoj luftën me pelikanet sabotator të nartës? Çe din këta? Po është i zënë çik me zgjedhjet. Po të marrën zgjedhjet kanë për ta parë 1 për 1 pelikanët. Në spak gjithë. Po mbase mund t'i përdori për transport ajror. Një lajm i mirë. Tashmë nivelet e ndotjes akustike përveç nartës, unë besoj që pelikanët e shkret që nga zhurma e aeroportit besoj do marrin lebetin. Valigjet dhe Jo, do ndersa të zhduket ajo linjë pelikanësh që kishte bërë zakon që vinte nga Afrika në Shqipëri e tutje. Nuk do kemi rahat, po shpresoj që zhurmat ti largojnë ato zogj që andej. Ne kemi një hartë të cilësisë ajrit dhe ndotjes akustike që na kanë bërë si gjithmonë të tjerët. Sepse po ndalën ti bëjmë ne dalim të pastë, të kulluar. Me gjitha dhjeta. Kemi Shqipëria është një nga zonat të merrsisht të ndotura me zhurmë dhe po të them 3 vendet që janë 3 vende ku ti ke kaluar dhe vazhdon të kalosh gjithë jetën tënde Blerin. Bloku? Jo. Pazari i ri. Jo, nuk Sheshi Italia. Nuk merr më kohën e lirë, nuk merr më turist. Blerina, a mund bëjmë një shkëputje nga lajmet e përditshme të Sheshi Italia dhe? Jo, do kthehemi prapë. Por të japim një lajm të vërtetë nga jeta. E jetuar personalisht nga unë. Po. Takova, desh më shtypi një grup turistësh me një djalë të ri ishte diku ndërmjet 12 dhe 18 vjeç, që ishte guida këtyre. Që dinte dhe ishte thoshte hey brothers, i thoshte atyre, nuk e di kush e ka mësuar që të huajve duhet i thuash hey brothers. I cili kishte vendosur të bënte një tur turistik tek Çamët. Tur turistik. Fix. Pra, ai kishte menduar që një nga është old bazar. Me qenë se nuk ka mbetur më gjë në këmbë nga gjërat pra ne nuk kemi gjëra më shumë se 30 vjet të vjetra në këtë vend. Pra ne përfaqësohemi. Çamët është realisht një nga gjërat më autentike që kanë mbetur në këtë vend. Për sa kohë që aty kanë filluar ndërtimet, po si më thën, t'ia heqin dhe çën. Asaj rrugice. Dhe e kish filluar turin duke u dhënë byrek. Po, mu aty, e di. Dhe po përpiqej ti mahniste dhe përtiste nga larg. Hey brothers. Byrek with cheese, with cheese. Bërti ishin brothers atë këtej, kupton? Dhe ishin gati të ndërmerrin të harxhonin 2 orë tek Çamët. Po. Ku unë në përgjithësi kaloj me shumë shpejtësi. Mund të prindë blerje. Për hiç mos gjë. Sheshi Italia, Pazari i ri, rruga Kavajës. Jemi kthyer te lajmi i mediave. Janë 3 zonat më të ndotura. Dhe ndotja akustike është e tillë sa që ti shumë shpejt mund të plakësh, veshi jot mund të plaket për nuk e di se sa, 20-30 vjet. Nëse ti jeton aty. Si do ta zgjidhnim po të jetonim aty? Duke vajtur jashtë. Duke gjetur një pazar të Zoguzi. Jo, po duke gjetur një pazar të ri jashtë shtetit. Ose një rrugë Kavaje në Kavaj për shemb. Do të jetosh te rruga Kavajës, shkon Kavaj zotri. Shiko, unë nuk ka zhurmë fare. Dëgjova që në Elbasan po bë kanami me blerjen e apartamenteve. Ka një shtim të interesit edhe nga tuajt madje për të blerë shtëpi në Elbasan. Nuk kam kurajo Blerina që mund ta komentoj këtë lajm pa ndjell mërinë e bandave të Elbasanit. A mund të kalojmë te një lajm tjetër të lutem? Po mund të kaloj. Të falenderoj që ruajte jetën tënde time edhe të DJ Xedosit, që në fakt është ai që na i thot gjithë lajme kur hym te dera. Po, ja shkarkuam Xedosit. Këto më false nga njerë më ngatrohet të gjuan në programi këtu dhe mund të ta them dhe me gabim. Kemi një lajm tjetër shumë të mirë. 177 aksidente në punë vetëm gjatë 2024-s. Kryeson ndërtimi dhe minjerat. Ky është një lajm i mirë sepse mund të ishin. Jo, nuk është ky. Lajmi i mirë është që në radio kemi, sipas kësaj tabele, në radio ka 0 vdekje. Pra,
unë ti dhe Ketës jetojmë në një vend ku jeta vlerësohet deri diku. Shpresoj e njëjta gjë, shpresoj që edhe dëgjuesit tanë të gëzojnë shëndet të plot me të gjithë thagmat që dëgjojnë, domethënë, dhe të mos psojnë ndonjë gjë në këtë transmetim 2 orësh të çdo të hëne. Kam dhe 2 lajme të shkurtra të mira, nëse i merr shpejt e shpejt. Po. I mban dot? I mbaj. Po i bie vërtet shpejt. Punonjësit shqiptar kanë pagat më të ulta në Europë për orë. Po ai tha, ai nuk është e vërtet kolo, ai tha tani mbas ai tha, Italis po, edhe ajo tha. Do barazojmë Gjermaninë. 900 nga 900 euro do kalojmë në 1000 euro. Por këto të dhëna na vijnë nga Europa. Pra Europa për momentin thotë që ëndrat nga realiteti ka një dallim të madh. Siç ka kokaina nga hashashi. Pra efektet në tru janë të ndryshme. Dikush duhet e thotë të kryeministit. Okej. Jo këtë të hashashit, sa i besoj se e di, po këtë të ëndrave dhe të realitetit. Se nuk po flas për situatën e grave që është dhe më rënd. Emigrojnë dhe bebet është një lajm. Më pëlqeu shumë që nga titulli thash, kush janë këta bebe? Dhe a do i marrin dhata të mit me vete? Ne shkojnë të gjejnë jetën e emigracion që tani. Por titulli ishte i rrejshëm, Blerin. Sepse nuk në fakt emigrojnë bebet. Por adult, pra nënat shtatzën. Jo, nënat në vajzat tona. Pa. Bijat, motrat, mbesat, stërmbesat, ku diun shkemi të gjinisë femërore, gratë, jo gratë ndoshta jo, po gratë e shokëve. Pra gjithë vajza që emigrojnë jashtë shtetit, sa shkojnë atje ngelen shtatzën, lindin. Ç'të ket atje një gjë domon, mos vall, se ky vend relaksin e kishin këtu. Po. Qetësinë financiare po. Qetësinë mendore po. Shëndetësia po falas. Institucione. Ç'të të them? Të edukimit. Po pse këto kopsht të çerdhë? Se nuk i shaj dot mas 8 marsit, po. Pse shkojnë dhe na bëjnë këtë turp? Dhe shkojnë dhe lindin fëmijë andej dhe nuk i lindin këtej. Kur ky po sjell fëmijë nga Bangladeshi? Ato në fakt për tu ngjizur ku ngjizen? E pra, në këtë relaks. Në traget? Ose sa zbresin në Itali? Në këtë mirëqenie, në këtë qetësi mendore. Pastaj, tjetër gjë se nuk di të them Lerina. Unë u shqetësova shumë për këtë arritje të bebeve. Pas kemi një lajm shumë të mirë. Edhe këtë lajm të mirë nga Muzeqia dhe e mbyllim me lajmet e mira. Një rënje dramatike e sipërfaqes së mbjell me grur në fushat e Muzeqes. Po pra, po është ai miu që po bën namin. Jo, unë mendoj lajm i mirë sepse nuk do lodhen kaq shumë. Edhe pse të lodhen në fund. TikTok-u i ku duan. Ku do i publikojnë fushat me kështu me grur. Kalon të një burr. Ku do i shohim? Nuk ka më TikTok. Do të procedojmë me një grup të vjetër, po saç është i vjetër, aq është edhe i mirë. Është një kënga fundit e dimrit, Blerina.